Sot pas mesnate në ora 12:50 në rrugën 113 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 48 vjeçar nga Tetova, pasi gjatë kontrollit tek ai është gjetur dhe konfiskuar një lëndë pluhur me ngjyrë kafe. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Sot në ora 2:10 të mëngjesit, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 29 vjeçar nga Tetova, pasi tek ai është gjetur marihuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Sot pas mesnate në ora 12:05, zyrtar policor nga njësia policore e Grupçinit kanë privuar nga liria një 46 vjeçar nga një fshat i Tetovës, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se ai kishte kërcënuar baban e tij. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të vijojë denoncimi përkatës. Dje në ora 22:10 në rrugën Shtipi në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 19 vjeçar nga fshati Reqice Madhe. Ai drejtonte automjetin e pasagerëve Seat pa targa regjistrimi, pa dokumentacion përkatës për mjetin dhe pa patent shoferi, pas së cilës automjeti është konfiskuar. Dje në orën 17:33 në rrugën Tetov, fshati Pirok, afër fshatit Pallqisht, është privuar nga liria një 25 vjeçar nga fshati Pirok, i cili drejtonte automjetin Volkswagen Polo me targa të Tetovës pa patent shoferi. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rasteve ndaj tyre do të vijojë denoncimi përkatës. Dje në orën 20:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një person nga fshati Leshk ka denoncuar se në vikend shtëpit e tij në ndërtim e sipër ka vërejtur një person duke vjedhur shtylla hekuri. Menjëherë pas denoncimit, zyrtar policor nga njësia policore të Arcës kanë marrë masa dhe në ora 21:15 kanë privuar nga liria një 38 vjeçar nga Tetova. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 13:45 në stacionin policor Gostivar, një 33 vjeçare nga Gostivari ka denoncuar se më datë 8 prill rreth orës 21:40 në një fushë sportive në Gostivar, pas një zënke verbale paraprake, ka ndodhur një përleshje fizike mes djalit të saj të mitur dhe djalit të mitur të personi tjetër, pas së cilës ky fundit me automjetin Porsche e ka ndjekur djalin e saj dhe me përdorim të forcës e ka futur në mjet duke i drejtuar kërcënime. Siç është denoncuar, pas një kohe të shkurtër e ka dërguar deri tek shtëpia e tij, ku kanë vazhduar fyerjet verbale mes prindërve, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 19:45 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 42 vjeçar nga fshati Poroj i Tetovës ka denoncuar se një person i ka dërguar kërcënime përmes telefonit atij dhe vëllezërve të tij. Paraprakisht në ora 18:30 është denoncuar gjithashtu se në një plas në fshatin Poroj, me përdorim të mjeteve të forta dhe të mprehta, janë dëmtuar 2 automjete, Renault Megane dhe një automjet Mercedes, me çrast janë thyer xhamat dhe janë dëmtuar gomat. Ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov ka kryer inspektim dhe po merren masa për gjetjen e autorit dhe zbardhjen e ngjarjes.